Java që nis sot e hënë 24 gusht 2026 dhe vazhdon deri të dielën 30 gusht, është një nga ato javë që astrologjikisht mund të ndihet sikur sjell një kapitull në fund dhe një tjetër në fillim. Në qendër të saj qëndron eklipsi i pjeshëm hënor i 28 gushtit, i lidhur astrologjikisht me hënën e plot në peshq. Eklipsi është realisht një fenomen astronomik i pjeshëm dhe do të jetë i dukshëm edhe në Evropë në orët e para të mëngjesit. Nga këndvështrimi astrologjik, kjo nuk është thjesht një javë për të parë se çfarë fati do të kem. Është një javë për të pyetur veten. Çfarë duhet të lë pas? Çfarë duhet të pranoj? Çfarë nuk po funksionon më? Dhe ku duhet të jem më i sinqert me veten? Eklipset në astrologji shpesh interpretohen si periudha të forta reflektimi, përfundimesh dhe kthesash. Për këtë javë, shumë interpretime astrologjike lidhin eklipsin në peshq me mbylljen e një cikli emocional, me çlirimin nga konfuzioni dhe me nevojën për të dalluar atë që është realisht e rëndësishme nga ajo që kemi idealizuar. Ndërkohë, hyrja e Merkurit në Virgjëresh më 25 gusht e zhvendos vëmendjen te logjika, detajet, organizimi dhe vendimet konkrete. Kjo krijon një kontrast interesant. Zemra mund të kërkojë një gjë, ndërsa mendja kërkon prova. Dhe pikërisht këtu qëndron tema e madhe e kësaj jave. Mos u mjafto më me atë që duket bukur. Shiko çfarë funksionon realisht. Energjia e përgjithshme e javës. 24 gushti nis me një atmosferë që kërkon përgjegjësi. Nuk është domosdoshmërisht dita më impulsive e javës. Përkundrazi, fillimi i javës favorizon organizimin, vendosjen e prioriteteve dhe përfundimin e gjërave që kanë mbetur pezu. Mund të zgjohesh të hënën me ndjesinë se ke shumë gjëra për të bërë, por problemi nuk është domosdoshmërisht sasia e punës. Problemi mund të jetë fakti se ke shumë gjëra në mendje njëkohësisht. Kjo është arsyeja pse java fillon me një këshill të thjeshtë. Mos u përpiq të zgjidhësh të gjitha në të njëjtën ditë. Një nga temat e forta të kësaj jave është komunikimi. Më 25 gusht, Merkuri kalon në Virgjëresh sipas kalendarëve astrologjik, duke sjellë një energji më analitike dhe praktike. Kjo mund të jetë shumë e dobishme për njerëzit që gjatë javëve të fundit kanë pasur konfuzion rreth një pune, një marrëdhënie, një marrëveshje ose një vendimi financiar. Papritur, diçka që duke e ndërlikuar mund të fillojë të bëhet më e qartë. Mund të lexosh një mesazh ndryshe. Mund të kuptosh pse dikush ka vepruar në një mënyrë të caktuar. Mund të kuptosh gjithashtu se një situatë nuk është as pak ashtu siç e kishe imagjinuar. Dhe kjo është një nga arsyet pse java është interesante. E vërteta mund të jetë më pak dramatike se frika që ke krijuar në kokën tënde. E hënë 24 gusht. Dita e parë e javës ka një karakter më serioz. Mund të ndjesh nevojën për të sistemuar jetën tënde, të rregullosh shtëpinë, dokumentet, financat, orarin, punën ose marrëdhëniet me njerëzit. Për disa persona, kjo mund të shfaqet si një dëshirë shumë e fortë për kontroll. Por kujdes, ka ndryshim midis organizimit dhe kontrollit. Organizimi të ndihmon të ecësh përpara. Kontrolli i tepërt të lodh. Në dashuri, e hëna mund të sjellë një dëshirë për të ditur se ku qëndron marrëdhënia. Nëse je në një lidhje, mund të kërkosh më shumë siguri nga partneri. Nëse je beqar, mund të fillosh të pyesësh veten nëse personi që të intereson është realisht i duhuri apo thjesht një person që të ka krijuar emocion. Në punë, dita favorizon përqendrimin. Mos u shpërqendro nga drama të vogla. Dikush mund të përpiqet të përfshijë në një debat që nuk të sjell asnjë përfitim. Mos hyr. Financiarisht, kjo është ditë për të kontrolluar, jo për të rrezikuar. Nëse ke një blerje të madhe për të bërë, krahaso çmimet. Nëse ke një kontratë për të nënshkruar, lexoje. Nëse dikush të premton një mundësi që nuk duhet humbur, pyet për detajet. E hëna të mëson se jo çdo mundësi është mundësi e mirë. E martë, 25 gusht. E marta sjell një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si komunikojmë. Merkuri hyn në Virgjëresh dhe energjia bëhet më praktike, më e saktë dhe më analitike. Në vend që të thuash, do të shohim, mund të fillosh të thuash, çfarë duhet të bëjmë konkretisht? Kjo është një diferencë e madhe. Në marrëdhënie, njerëzit mund të bëhen më të drejtë për drejtë. Dikush që ka heshtur për disa javë mund të flasë. Dikush që ka shmangur një bisedë mund të mos ketë më mundësi ta shmangë. Për disa çifte, kjo mund të jetë pozitive. Për disa të tjera, mund të sjellë përplasje. Por edhe përplasja nuk është domosdoshmërisht negative. Ndonjëherë një marrëdhënie ka nevojë për një bisedë të vështirë përpara se të bëhet më e fortë. Në karrierë, kjo është një nga ditët më të mira të javës për të organizuar projektet. Shkruaj.
Planifiko. Rregullo. Kontrollo. Fillo. Nëse ke një ide që e ke shtyr prej kohësh, sot është dita për ta kthyer nga ide në plan. E mërkur, 26 gusht. E mërkura sjell një ndjesi më të fortë televizjes. Mund të fillosh të kuptosh se diçka po ndryshon. Jo domosdoshmërisht sepse ka ndodhur një ngjarje e madhe. Ndonjëherë ndryshimi fillon brenda nesh. Mund të mos duash më të tolerosh të njëjtat gjëra. Mund të mos pranosh më të njëjtën mënyrë komunikimi. Mund të mos jesh më i gatshëm të punosh pa kufi. Mund të kuptosh se ke dhënë shumë në një marrëdhënie ku ke marrë shumë pak. Kjo është një ditë e mirë për të bërë një pyetje. Nëse kjo situatë vazhdon edhe 6 muaj, a do të jemi lumtur? Nëse përgjigjja është jo, atëherë ndoshta duhet të ndryshosh diçka. Në dashuri, e mërkura favorizon sinqeritetin. Në punë favorizon korrigjimin. Në financa favorizon planifikimin. Në jetën personale favorizon qartësinë. E njëjtë, 27 gusht. Tensioni emocional fillon të rritet. Jemi shumë pranë eklipsit hënor. Astronomikisht, eklipsi 28 gushtit arrin kulmin në orët e para të mëngjesit sipas kohës evropiane. Ndërsa astrologjikisht shumë interpretime e lidhin këtë periudhë me mbyllje, realizime dhe ndryshime të brendshme. Kjo mund të jetë një ditë ku emocionet bëhen më të forta. Mos u habit nëse një person i së kaluarës të vjen në mendje. Mos u habit nëse dëshiron të rikthehesh te një vendim që ke marrë. Mos u habit nëse një marrëdhënie të duket ndryshe. Eklipset shpesh shoqërohen astrologjikisht me ndjesinë se diçka po del në sipërfaqe, por nuk ke pse të marrësh çdo emocion si një urdhër. Ndjeje, vëzhgoje, pastaj vendos. E premte, 28 gusht, dita e fuqishme e javës. Kjo është pika kryesore. Më 28 gusht ndodh eklipsi i pjeshëm hënor. Në astrologjia interpretohet si hënë e plot në Peshq, rreth 4 të shenjës. Peshqit lidhen astrologjikisht me emocionet, intuitën, ëndrat, idealizimin dhe kufijtë e paqartë. Prandaj pyetja e madhe e kësaj dite është: çfarë ke idealizuar? Mund të kesh idealizuar një person, një punë, një mundësi, një të ardhme, një marrëdhënie, një version të vetes. Dhe tani mund të shohësh realitetin. Kjo nuk do të thotë se realiteti është i keq. Mund të jetë më i mirë, por është ndryshe. Dhe pikërisht kjo është ajo që mund të sjellë eklipsi. Për disa njerëz, kjo mund të jetë një mbyllje. Për të tjerë një fillim. Për disa një vendim. Për disa një bisedë që ndryshon mënyrën se si e shohin një marrëdhënie. Mos kërko ta kontrollosh çdo gjë të premten. Lëri gjërat të shfaqen. E shtunë 29 gusht. Pas intensitetit e eklipsit, e shtuna mund të ndihet si një ditë për të përpunuar atë që ka ndodhur. Mos u ngut të japësh përgjigje. Nëse ke marrë një lajm të rëndësishëm të premten, jepi vetes kohë. Nëse ke pasur një debat, mos e vazhdo vetëm sepse dëshiron të kesh fjalën e fundit. Nëse ke kuptuar diçka për një marrëdhënie, mos kërko menjëherë konfirmim nga të gjithë. Ndonjëherë intuita ka nevojë për heshtje. Në dashuri, kjo mund të jetë një ditë shumë interesante. Një çift mund të afrohet pas një bisede të sinqertë. Një person beqar mund të kuptojë se nuk ka më interes për një histori që dikur e kishte shumë të rëndësishme. Në punë, dita është më e përshtatshme për reflektim sesa për përballje. E diel, 30 gusht. Java mbyllet me një energji më aktive. Pas një jave të mbushur me reflektim, të dielën mund të ndjesh përsëri dëshirën për të vepruar. Dhe kjo është e mirë. Sepse qëllimi i reflektimit nuk është të qëndrosh përgjithmonë duke menduar. Qëllimi është të kuptosh, pastaj të veprosh. E diela mund të jetë dita kur fillon të mendosh për shtatorin. Çfarë dëshiron të ndryshosh? Çfarë dëshiron të ndërtosh? Cilet njerëz dëshiron të kesh pranë? Ku dëshiron të jesh? Një nga interpretimet astrologjike të javës e vendos 30 gushtin si një ditë veçanërisht të favorshme për dashin. Por ideja e përgjithshme është që energjia bëhet më e drejtpërdrejtë pas intensitetit e eklipsit. Për dashin, kjo javë është kryesisht një histori rreth karrierës, drejtimit personal dhe asaj që po ndodh prapas skenave. Ti je një shenjë që zakonisht preferon veprimin. Nuk të pëlqen të presësh. Kur ke një problem, dëshiron ta zgjidhësh menjëherë. Por kjo javë të mëson një tjetër aftësi. Të dish kur duhet të presësh. Në punë mund të ndodhë diçka që të bën të mendosh seriozisht për të ardhmen. Mund të marrësh një përgjegjësi të re. Mund të dëgjosh për një mundësi. Mund të kuptosh se një pozicion që ke dashur nuk është më aq interesant sa dukej.
Në dashuri, java të kërkon të mos e ngatërosh pasionin me sigurinë. Nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje emocionale. Ti mund të mendosh se po e tregon dashurinë duke bërë gjëra praktike, por ndonjëherë partneri thjesht dëshiron të dëgjojë. Nëse je beqar, fundjava mund të sjellë një energji shumë më interesante. Një njohje mund të ndodhë në mënyrë spontane, por mos e idealizo personin që në ditën e parë. Lëre të tregoj kush është. Financat për dashin. Mos shpenzo vetëm sepse ke një ditë të mirë. Kjo javë është më shumë për të krijuar bazë sesa për të bërë lëvizje impulsive. Një mundësi financiare mund të duket shumë tërheqëse, por duhet analizuar. Dita më e mirë. E diel 30 gusht. Këshilla. Mos lufto për çdo gjë. Zgjidh betejat që kanë rëndësi. Demi hyn në një javë ku miqësitë, planet afatgjata dhe rrethi shoqëror bëhen shumë të rëndësishëm. Mund të kuptosh se disa njerëz janë rritur bashkë me ty, të tjerë kanë mbetur në të njëjtin vend, dhe kjo mund të jetë e dhimbshme, por është normale. Njerëzit ndryshojnë. Ndonjëherë miqësitë nuk përfundojnë sepse dikush ka bërë diçka të keqe. Thjesht rrugët ndahen. Eklipsi mund të bëjë të mendosh seriozisht për këtë. Në dashuri, një person që e njeh prej kohësh mund të fillojë të duket ndryshe. Nëse je në lidhje, mund të diskutoni për të ardhmen. Bashkëjetesë, udhtim, familje, financa, plane. Këto biseda mund të jenë serioze. Në punë mund të përfitosh nga një kontakt. Mos e nënvlerëso fuqinë e rrjetit tënd. Një telefonat mund të jetë më e vlefshme se një aplikim i 10. Parat. Java kërkon maturi. Mos i jep para dikujt vetëm nga ndjenja e fajit. Mos bëj blerje për të impresionuar njerëz të tjerë. Mesazhi për Demin. Nuk ke nevojë të qëndrosh në çdo grup ku ke qenë dikur. Për binjakët, java fokusohet te karriera, reputacioni dhe drejtimi profesional. Mund të ndjesh se po vjen momenti për një ndryshim, një promovim, një projekt i ri, një rol tjetër, një punë tjetër, ose thjesht një mënyrë tjetër për ta bërë punën që tashmë ke. Merkuri në Virgjëresh të ndihmon të bëhesh më praktik, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ty, sepse ke shumë ide. Problemi nuk është mungesa e ideve. Problemi është zgjedhja e njerëz. Këtë javë zgjidh. Në dashuri, komunikimi është vendimtar. Mos bëj supozime. Nëse dikush të shqetëson, pyete. Nëse dikush të pëlqen, tregoje. Nëse nuk dëshiron një marrëdhënie, thuaje. Fjalët e qarta janë më të mira se sinjalet e përziera. Karriera. Kjo mund të jetë një javë shumë e rëndësishme për një vendim profesional. Mos e merr vendimin vetëm për para. Pyet edhe, ku më çon kjo pas një viti? Mund të ketë mundësi për të rritur të ardhurat, por duhet të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një ide realizuar vlen më shumë se 10 ide të papërfunduara. Gaforja këtë javë përballet me pyetje rreth besimit, financave të përbashkëta dhe marrëdhënieve të thella. Kjo nuk është një javë sipërfaqësore. Nëse je në një marrëdhënie, mund të flitet për gjëra që zakonisht shmangen. Para, besimi, e ardhmja, përgjegjësitë, kush jep më shumë, kush merr më shumë, a jeni vërtet partner? Këto pyetje mund të duken të rënda, por mund të sjellin qartësi. Jupiteri në Gafore është interpretuar si një ndikim që mund të rrizë vetbesimin dhe të ndihmojë në marrjen e vendimeve më të pjekura. Në punë mund të ndjesh më shumë besim në veten tënde. Mos u zvogëlo për t'i bërë të tjerët të ndihen mirë. Dashuria. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush që të jep ndjesinë e sigurisë. Dhe këtë javë siguria është më e rëndësishme se spektakli. Para. Kontrollo detyrimet e përbashkëta. Mos lër pa qartësi. Dashuria nuk duhet të kërkojë që të humbasësh veten. Luani është në një periudhë ku vetbesimi dhe dukshmëria janë të rëndësishme. Kjo javë mund të vendosë përballë një zgjedhjeje. A do të vazhdosh të bësh atë që të tjerët presin prej teje? Apo do të bësh atë që realisht dëshiron? Në karrierë mund të ketë vëmendje. Mund të shohin. Mund të dëgjojnë. Mund të japin një mundësi për të udhëhequr. Por udhëheqja nuk është vetëm të flasësh. Është të marrësh përgjegjësi. Në dashuri mund të kërkosh më shumë vëmendje. Kjo është normale. Por mos e mat dashurinë vetëm me sasinë e vëmendjes që merr. Nëse je beqar mund të ketë flirt, por pyet veten nëse kërkon një lidhje apo thjesht emocion. Në financa mund të ketë përmirësim,
por mos e tepër me luksin. Mos kërko të jesh i admiruar nga të gjithë. Mjafton të respektosh veten. Kjo është një javë shumë e rëndësishme për Virgjëreshën. Dielli është në shenjën tënde dhe Merkuri kalon në Virgjëresh më 25 gusht. Kjo e rrit nevojën për organizim dhe qartësi. Por ekziston edhe një paradoks. Ti mund të duash të kontrollosh gjithçka pikërisht në një javë ku disa gjëra nuk mund të kontrollohen. Eklipsi në Peshq mund të sjellë një moment të rëndësishëm në marrëdhënie. Mund të kuptosh se një marrëdhënie duhet të ndryshojë, ose të forcohet, ose të përfundojë. Nuk është domosdoshmërisht dramatike. Mund të jetë thjesht një realizim. Në punë, Virgjëresha është në elementin e vet. Lista, organizim, afare, plan, analizë. Kjo është java jote, por kujdes me perfeksionizmin. Një nga tema që lidhe me këtë eklips është rishikimi i rutinës dhe balancës së përditshme. Mos u përpiq të bësh gjithçka perfekt. Bëje mirë, pastaj vazhdo. Jeta nuk duhet të jetë perfekte që të jetë e mirë. Peshorja hyn në një javë ku fokusi kryesor është puna, rutina dhe mirëqenia personale. Mund të kesh bërë shumë për njerëzit e tjerë. Tani duhet të shohësh veten. Apo pushon mjaftueshëm, apo punon shumë, apo thua apo kur dëshiron të thuash jo, apo mban përgjegjësi që nuk janë të tuat. Eklipsi mund të sjellë një moment ku trupi dhe mendja kërkojnë ndryshim. Në punë mund të riorganizosh rutinën. Një sistem i ri mund të bëjë shumë më produktiv. Në dashuri, mos u përpiq të ruash paqen me çdo kusht. Paqja e rreme nuk është paqe. Nëse diçka të shqetëson, thuaje. Kujdes me shpenzimet emocionale. Mos blej diçka vetëm sepse ke pasur një ditë të keqe. Ekuilibri fillon kur ndalon së sakrifikuari veten për të mos mërzitur të tjerët. Akrepi ka një javë shumë interesante në çështjet e dashurisë, kreativitetit dhe dëshirave personale. Mund të rikthehet pasioni. Një projekt mund të të emocionojë përsëri. Një person mund të të tërheqë. Një ide mund të të ndezë imagjinatën. Por duhet të bësh dallimin midis pasionit dhe obsesionit. Në dashuri, një histori mund të bëhet shumë intensive. Nëse je në lidhje, mos përdor xhelozin si provë dashurie. Nëse je beqar, mos e ndërto një marrëdhënie të tërë në bazë të disa mesazheve. Lëre kohën të tregojë. Në karrierë, kreativiteti yt është avantazh. Mos u frikso të propozosh diçka ndryshe. Parat mund të tërhiqesh nga një investim ose blerje emocionuese. Analizoje. Mos vendos vetëm nga instinkti. Jo çdo gjë intensive është domosdoshmërisht e shëndetshme. Shigjetari këtë javë kthehet te shtëpia, familja dhe baza emocionale. Mund të kuptosh se sa shumë ndikon ambienti yt në mënyrën se si ndihesh. Nëse shtëpia është kaos, mendja mund të ndihet kaos. Nëse marrëdhëniet familjare janë të tensionuara, mund ta marrësh atë stres edhe në punë. Prandaj java kërkon rregullim. Mund të ketë një bisedë familjare, një vendim për shtëpinë, një lëvizje, një ndryshim në mënyrën se si jeton. Në dashuri kërkon qetësi. Nuk ke shumë dëshirë për lojëra. Dëshiron dikë me të cilin mund të jesh vetvetja. Dhe kjo është një gjë e mirë. Në karrierë, mos e lini jetën personale të marrë gjithë energjinë. Nuk mund të ndërtosh një të ardhme të fortë nëse baza jote është vazhdimisht e paqëndrueshme. Britsjapi këtë javë ka një fokus të fortë te komunikimi, mësimi, dokumentet dhe marrëdhëniet me njerëzit përreth. Mund të marrësh një informacion që ndryshon mënyrën se si e sheh një situatë. Një telefonat, një email, një mesazh, një takim, një bisedë spontane. Mos nënvlerëso informacionin. Në punë është momenti mirë për negociata. Nëse ke kërkuar diçka prej kohësh, fol. Nëse dëshiron një rritje page, përgatit argumentet. Nëse dëshiron një ndryshim pozicioni, shpjego pse. Mos prit që njerëzit ta kuptojnë vetë. Në dashuri, mund të kesh një bisedë shumë të rëndësishme. Mund të thuash diçka që e ke mbajtur për vete. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që duhet të bësh. Ajo që nuk thuhet nuk mund të zgjidhet. Ujori përballet me një javë ku parat, vetë vlera dhe siguria personale janë në qendër. Mund të kuptosh se ke punuar shumë për diçka që nuk po të jep mjaftueshëm në kthim. Kjo mund të jetë punë, mund të jetë marrëdhënie, mund të jetë një projekt, mund të jetë një miqësi. Pyetja është, apo merr aq sa po jep?
Në financa, kjo është javë për të rishikuar buxhetin. Jo sepse domosdoshmërisht do të kesh probleme, por sepse qartësia financiare të jep liri. Në dashuri mund të kuptosh se siguria emocionale është më e rëndësishme se emocionet e forta. Nëse dikush të do vetëm kur je duke u larguar, pyet veten pse. Në punë mos e nënvlerëso veten. Nëse ke aftësi, ato kanë vlerë. Elsevi. Mos prano më pak vetëm sepse ke frikë se nuk do të gjesh diçka më të mirë. Dhe tani vim te shenja që është në qendër të gjithë javës. Peshqit. Eklipsi hënor i 28 gushtit ndodh në Peshq, duke e bërë këtë periudhë veçanërisht të rëndësishme për këtë shenjë në interpretimet astrologjike. Kjo mund të jetë një javë e madhe për ty, por jo domosdoshmërisht sepse do të ndodh diçka spektakolare jashtë. Mund të ndodh diçka e madhe brenda. Mund të kuptosh se kush je, çfarë dëshiron, çfarë nuk dëshiron më, çfarë ke toleruar, çfarë ke idealizuar dhe çfarë duhet të lësh pas. Kjo është arsyeja pse ditët rreth 28 gushtit mund të ndihen emocionalisht shumë të forta. Nëse ke qenë në një marrëdhënie të paqartë, mund të kërkosh përgjigje. Nëse ke qenë në një punë që nuk të plotëson, mund të mendosh seriozisht për ndryshim. Nëse ke pasur një ëndër që e ke shtyr, mund të fillosh ta marrësh seriozisht, por mos bëj gjithçka në një ditë. Eklipsi nuk është një urdhër, është një moment reflektimi. Dashuria. Nëse je në një lidhje, kjo mund të jetë një javë e rëndësishme për të kuptuar nëse marrëdhënia po ecën në të njëjtin drejtim. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush në mënyrë shumë intuitive, por mos e ngatëro intuitën me dëshirën. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Karriera. Mund të ndjesh se dëshiron diçka më kuptimplote. Jo vetëm para, jo vetëm status. Diçka që të bën të ndihesh se je duke bërë diçka që ka rëndësi. Elsevi. Nuk e pse të jesh personi që ishe një vit më parë. Dashuria gjatë javës. Nëse do ta përmblidhnim jetën sentimentale të kësaj jave me një fjali, ajo do të ishte: flasim tani ose përsërisim të njëjtin problem më vonë. Komunikimi është shumë i rëndësishëm, sidomos nga 25 gushti, kur Merkuri hyn në Virgjëresh në interpretimet astrologjike të kësaj jave. Kjo sjell më shumë analizë, por duhet të kemi kujdes. Analiza e tepërt mund të shkatërrojë spontanitetin. Nëse dikush të dërgon një mesazh me 2 fjalë, mos shkruaj një ese në kokën tënde për atë që mund të ketë dashur të thotë. Pyete. Nëse partneri është i heshtur, mos supozo menjëherë se gjithçka ka mbaruar. Pyete. Nëse dikush të pëlqen, mos luaj lojëra vetëm për të parë nëse do të ndjek. Je i sinqert. Kjo javë favorizon më shumë qartësinë se sa manipulimin. Për beqarët. Beqarët mund të kenë një javë interesante, por jo domosdoshmërisht sepse çdo beqar do të takojë dashurinë e jetës. Më e rëndësishmja është se mund të kuptosh se çfarë dëshiron realisht. Ndoshta deri tani ke kërkuar emocion. Tani kërkon siguri. Ose ke kërkuar siguri. Tani kupton se të duhet më shumë pasion. Kjo është normale. Njerëzit ndryshojnë. Rreth eklipsit mund të rikthehet edhe një histori e vjetër në mendime. Por kujdes. Të mendosh për dik nuk do të thotë se duhet të rikthehesh tek ai. Ndonjëherë mendja rikthehet e kaluara vetëm sepse kërkon të mbyll një cikël. Për çiftet. Çiftet duhet të shmangin një gabim, të përdorin heshtjen si dënim. Nëse ke një problem, thuaje. Nëse ke nevojë për hapësirë, thuaje. Nëse je i lënduar, thuaje. Partneri nuk është lexues i mendimeve. Eklipsi mund të nxjerrë në sipërfaqe gjëra që janë fshehur. Kjo mund të jetë e vështirë, por në një marrëdhënie të shëndetshme, e vërteta nuk duhet të jetë armik. Puna dhe karriera. Kjo është një javë e mirë për njerëzit që janë gati të bëhen më të organizuar. Merkuri në Virgjëresh favorizon simbolikisht detajet, analizën dhe planifikimin. Nëse ke një projekt, ndaje në pjesë. Nëse ke një objektiv, vendos afat. Nëse ke një problem, gjej shkakun, jo vetëm simptomën. Nëse ke një ide, shkruaje. Mos e lër vetëm në kokë. Për disa shenja, veçanërisht binjakët, luanin dhe dashin, java mund të sjellë më shumë vëmendje në karrierë dhe mundësi për të marrë iniciativa. Por mos e ngatëroni një mundësi me një garanci. Një ofertë është vetëm ofertë. Duhet parë kontrata. Duhet parë paga. Duhet parë orari. Duhet parë përgjegjësia. Duhet parë e ardhmja. Parat. Kjo nuk është javë për vendime financiare të marra nga emocionet. Nëse ke para për të investuar, informohu.
Nëse ke borxhe, organizoji. Nëse dëshiron të blesh diçka të shtrenjtë, prit 24 orë para se të vendosësh. Shpesh nuk është problemi se sa fitojmë, është se sa shumë rrjedhim parat pa e kuptuar. Java është ideale për një kontroll të vogël. Sa paguam për abonime? Sa shpenzon për ushqime jashtë? Sa shpenzon për gjëra që nuk i përdor? Sa para të mbeten në fund të muajit? Ndonjëherë përgjigja të surprizon. Ditët të mira të javës së hënë, 24 gusht. E mirë për organizim. E martë, 25 gusht. E mirë për komunikim dhe planifikim. E mërkur, 26 gusht. E mirë për vendime praktike. E enjte, 27 gusht. E mirë për reflektim. E premte, 28 gusht. Dita më intensive emocionalisht për shkak të eklipsit. E shtunë, 29 gusht. E mirë për të përpunuar vendimet. E diel, 30 gusht. E mirë për të filluar të mendosh për hapin tjetër. Shenjat mund të ndjejnë shumë ndryshim. Peshqit dhe virgjëresha janë natyrshëm në qendër të kësaj periudhe për shkak të boshtit të eklipsit dhe ndikimit të tij astrologjik. Por edhe shenjat e tjera mund ta ndjejnë. Për disa do të jetë në marrëdhënie, për disa në punë, për disa në financa, për disa në mënyrën se si e shohim veten. Dhe kjo është pjesa më interesante e astrologjisë. I njëjti qiell nuk do të thotë e njëjta histori për çdo person. Shenjat duhet të kenë kujdes. Këtë javë duhet të kenë kujdes sidomos njerëzit që marrin vendime impulsive, reagojnë nga xhelozia, shpenzojnë për të kompensuar emocionet, premtojnë më shumë se që mund të realizojnë, idealizojnë një person, besojnë një premtim pa kontrolluar faktet, përpiqen të kontrollojnë gjëra që nuk varen prej tyre. Eklipsi mund të rrisë emocionet, por nuk duhet u dorëzohesh atyre verbërisht. Një mesazh për të gjithë shenjat. Në fund të kësaj jave, pyete veten, çfarë nuk dua të marr me vete në shtator? Mund të jetë një zakon, një frikë, një marrëdhënie, një borxh, një punë, një mënyrë të menduari, një version i vjetër i vetes. Pastaj pyete veten, çfarë dua të ndërtoj? Sepse mbyllja e një kapitulli nuk është e mjaftueshme. Duhet të krijosh hapësirë për kapitullin tjetër. Kjo është ajo që e bën javën 24-30 gusht 2026 interesante. Nuk është thjesht një javë për të pritur fatin. Është një javë për të parë më qartë, për të bërë pyetje, për të dëgjuar, për të rregulluar, për të lënë pas dhe për të filluar. Përfundimi. Java 24-30 gushtit 2026 vjen me një kontrast shumë të fortë. Nga njëra anë kërkohet logjik, organizim dhe praktik. Nga ana tjetër, eklipsi në peshq sjell simbolikisht emocione, intuit dhe nevojën për të lënë pas atë që nuk funksionon më. Kjo do të thotë se sfida kryesore e javës nuk është të zgjedhësh mes zemrës dhe mendjes. Është të mësosh të dëgjosh të dyja. Zemra mund të tregojë çfarë dëshiron. Mendja mund të tregojë nëse ajo që dëshiron është realisht e mirë për ty. Dhe ndonjëherë duhet i dëgjosh të dyja përpara se të marrësh një vendim. Dashi duhet të mësoj durimin. Demi duhet të rishikojë rrethin e tij. Binjakët duhet të përqendrohen. Gaforja duhet të vendosë kufi. Luani duhet të përdor vetbesimin me mençuri. Virgjëresha duhet të mos kërkojë perfeksionin. Peshorja duhet të kujdeset më shumë për veten. Akrepi duhet të dallojë pasionin nga obsesioni. Shigjetari duhet të forcojë bazën e vet. Bricjapi duhet të flasë. Ujori duhet të njohë vlerën e vet. Dhe peshqit duhet të kenë guximin të pranojnë atë që tashmë e dinë në thellësi. Sepse ndonjëherë përgjigjja nuk vjen kur gjen diçka të re. Vjen kur më në fund pranon atë që ke ditur prej kohësh. Dhe kjo është pikërisht energjia e kësaj jave.